Mirë mëngjes të dashur miq të RTS 2D. Faleminderit që jeni edhe sot me ne këtu në Fati Ynë në orën 9:15 minuta. Është gjithmonë kënaqësi të jemi këtu me ju për t'ju përcjellë dhe për t'ju dhënë energji sa më pozitive në këto mëngjese. Ju falenderojmë të gjithëve që na bashkoheni nëpërmjet telefonatave apo mesazheve në faqen tonë të Instagramit Fati Ynë RTS. Me mua si gjithmonë në studio me shumë kënaqësi astrologu ynë Jorgo Pulla. Kënaqësi dhe imja. Jorgo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes të gjithë të shikuesit që na ndjekin. Jemi akoma në të njëjtën mendime që këto ditët e kësaj jave, është kjo periudha që do jetë disi e trazuar, do ketë trazira. Shiko, që të jemi pak më koshient dhe korrekt në atë që themi, kemi ndikimin e hënës së plot. Hëna e plot, do kemi shumë hëna deri në fund të vitit, por kjo hënë e plot na mëson, na dikton disa ndikime që kanë të bëjnë në lidhje me çështjet e punës, të karrierës dhe vendimet që mund të merren. Duhet pasur shumë kujdes në lidhje me çështjet që neve kemi në dorë, sepse është një ditë ka pak nevrikllëk. Kujdes pak me timonin, sepse çdo ditë çdo orë, po të jemi pak më të kujdesshëm në këto 2-3 ditë. Ka filluar qysh dje, sot edhe nesër paradite, sepse ndikimi hënës plot në mbasdite ka diçka që kërkohet vëmendje. Por nuk do të themi që do përmbyset bota, për një arsye, sepse do dëgjoni shumë nëpërmjet rrjetet sociale që nuk ka lidhje fare me realitetin. Është njësoj që kur kemi raste të tilla, është na dikton. Pra, jemi sëmur, do të shikojmë sa temperaturë kemi. Marrim termometrin, e vendosim dhe shikojmë. Pra, është termometër. Pra, e shikojmë, na dikton. Do të shkojmë tek mjeku. Kjo do të thotë në rastin tjetër, do të thotë që kemi kujdes. Kujdesim pak më tepër, nuk prishja. Pra, do të kemi kujdes me këto gjëra. Por gjithsesi, puna, vendime që merren çdo ditë, çdo orë, çdo universi ka dhënë letër me vlerë. Ndikimet që kanë bënë nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar. Të falenderoj Jorgo, ndërkohë ju rikujtoj të gjithëve që mund të bëheni pjesë e bisedës sonë duke na telefonuar në numrin që gjeni të afishuar në ekran 0422 560 47 ose të na shkruani në inbox në faqen tonë të Instagramit Fati Ynë RTS. Ju falenderoj dhe mos harroni datën e lindjes, orën e saktë të lindjes dhe pyetjen më të rëndësishme për ju. Ndjekim siglën dhe rikthehemi në studio për të vijuar me telefonatat dhe mesazhet. Jorgo, e nisim si gjithmonë me sot do ta nisim me një telefonat. Mirëpresim telefonatën e parë në studio. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe urime për emisionin tuaj. Shumë faleminderit. Unë atin jetoj, por u gjenda këtu dhe desha t'ju uroj edhe për emisionin. 29 gusht, i 39-ës, desha t'ju pyesja pak për babin, ka një operacion një ndërhyrje, do ishte shumë kënaqësi t'ju dëgjoja pak. Patjetër, edhe njerë na i përsërit vitin të lutem? 27, i 8, i gushtit i dje i 8, po? I 39-ës. 39. Faleminderit. Ju falenderojmë. Atëherë, i 39-ës. Gusht 39. Po. Për babaj. Atëherë, në lidhje me këtë datëlindje, në lidhje me operacion, unë këtë mund të thosha me plot bindje, sepse janë dhe këto 2-3 ditë që mirë do ishte, e që edhe shumë mirë biles, sidomos e enjtja, e premtja dhe shtuna, kjo deri në fundjavë, është mirë që të një konsultim me mjekun atë që merret me këtë punë, në lidhje me shëndetin, mund të gjej zgjidhje, jo zgjidhje, po ndikim më të mirë të mundshëm, sepse forca e identiteti që ka të bënë, sepse shenjës së virgjëreshës gjithmonë i rezistojnë kohës. Pra, është koha dhe momenti më i mirë. Meqense çdo gjë sa hapa që bëjmë, neve kemi dhe gabimet, kemi dhe ndryshimet, kemi dhe i ruhemi diçkaje, por mirë është në konsultim me mjekun do ishte ideale me germashtypi brenda kësaj jave është mjaft mirë nga nesër tutje. Kështu që kemi një si mund t'ja thuash më praktikisht, të mos shqetësohe? Nuk ka vend për shqetësuar. Është një diçka që edhe unë mund vete tek mjeku të bëj një vizitë ose të shikoj i diçka, por nuk është diçka për të shqetësuar. Në rregull, Jorgo, të falenderoj. Kalojmë tek një mesazh që kemi marrë. Oralda nga Tirana dëshiron të di për punën dhe dashurinë. Datëlindja 18 janar 96.
Janar? Janar 96. Po. Okej, 96. Atëre, e marrim nga e fundit, dashuria. Arsyen, kur kemi të bëjmë me britsjap edhe e lindur ditë ejte. Në fakt, këto shenja në fakt janë të vështira, sepse vërtet në ndikimet që kanë të bëjnë, koha që ndodhin fenomenet, unë do thosha në fushën e dashurisë, kjo datëlindje është shumë e mirë, është shumë e ëmbël, por edhe shumë e hidhur. E hidhur çfarë? Nga do njëherë i ngatëron disa gjërat vogla, por mbron veten dhe mbron dhe të dashurinë që mos të ndikohet. Koha që të nisin diçka në fushën e dashurisë është pikërisht tani, edhe pse është hënë e plot, ose ka pas një ndikim 15 shtator, 13 nëntor, ky harë kohor që do ketë kemi dhe ca ditë tjera, ku vendimet mund t'i marrë mbas datës 20. E tutje ku gjëra do jenë më të qarta, më të pastra për gjërat që do bëjnë, sepse na ndihmon shumë dhe ndikimi i Mërkurit, që është në retrograd, ku na jep mundësinë pastaj që të rregullojmë disa gjëra që nuk i kemi rregulluar përpara, nuk kemi pas mundësinë, dhe koha është tani. Fokusohet pak në këtë drejtim, se ka lënë pak pas dore. Në anën tjetër, në fushën e punës, nuk ka shanse në këtë botë, jo në botën tjetër nuk e di, që të ngelet pa punëni, lidhje me biznesin ty, sepse janë ekonomistë të shkëlqyer në fushën ekonomike, në fushën e punës, në biznesin e vet, në gjëra që do të bëjnë, sepse kanë forcën dhe përkushtohen në punën e tyre, kështu që nuk humbasin. Të falenderoj Jorgon, ndërkohë mirëpresim një telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Respekte. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Mirë, faleminderit, si jeni ju? Unë quhem Katerina. Kënaqësi. Dua të falenderoj gjithëve që keni marrë mundësinë që të kemi dhe ne të njohim fatin tonë. Shumë kënaqësi edhe për ne gjithashtu. Sepse Jorgoja gjithmonë e ka treguar veten se kush është. Prandaj dhe neve kemi besim që marrim telefon. Ju falenderojmë. Ndërkohë për çfarë interesoheni sot e dashur? Po, unë jam 16 janar. 16 janar? 16. Po, 16. Po, 1995. 95-a. Po. Okej. Dua të di në përgjithësi, por më shumë konkretisht, në lidhje me punën ose karrierë, në gjë të re, edhe ndonjë mundësi lidhje, dashurie, nuk e di. Në përgjithësi, të dyja. Në rregull e dashur. Jorgo, si duket karta astrologjike? Pa. Para se të them për këtë, falenderojmë shumë për respektin dhe për vlerësimin që na bëjnë. Tani, kjo datë që na jepet, që ka lind 16 janar 95-s, përkon me ditë hënë, gjithmonë nismat që bën, geni nga babai, merr nga babai kjo datëlindje, sepse 16 kanë merr nga babai shumë. Dhe nuk është puna se është vajzë apo djalë, pak rëndësi ka kjo. Rëndësi ka, në fushën e punës, ndryshime do presi dhe pak, sepse është në pritje për një punë shumë të rëndësishme, pikërisht kjo datëlindje, sepse britsjap me hënën në Gafore, ku është guvernatori i Gaforës është hëna dhe kanë në Gaforë, do të thotë që nuk ngelet kur në asnjëherë. Dhe nga aparenca duket pak e ashpër, por në vetvete është shumë e dashur me punën, me njerëzit që rrethojnë dhe bëjnë nder dhe nuk e përmendin asnjëherë. Kjo është intuit e tyre, është mundësia që ka të bëjë. Edhe pse ka kaluar dete, ka kaluar oqeane, ka kaluar lumej, nuk mbytet në përrua. Do të thotë që di shumë mirë çfarë duhet e çfarë do. Nuk ka më mirë që të di robi njeriu çfarë do të bëj, se janë të shumtit ata, 70%, po ta them garant që nisë për dikë thonë do marr këtë, nuk e bëj këtë. Edhe po kundërojnë emrat e bizneseve, vënë emra ndryshëm domethënë, a thua ti se emri do bëj ndryshimin? Kur ajo që ti nis nga sido që të jetë, të ecësh përpara, rasti konkret do ketë ndryshime fantastike në muajin shkurt e tutje. Po mirë, kjo është britsjap, pse në muajin shkurt ku është muaji i ujorit?
sepse ndikimet planetare që ka të bëjmë, i ka në ujor, ku ka Mërkuri në ujor, është komunikimi dhe baza që do të bëjmë. Në këtë drejtim nuk ka asnjë problem fare, edhe nuk ka as mbarohet është ndikimi i kësaj datëlindje. Gjithashtu, ka ndikimi në fushën e dashurisë, edhe pse ngelur pak pas në këtë drejtim, për imi arsye, në fakt, po mirë, mbrohem që kem për nesër, thot. Në rastin konkret, në çështje që do të ndikohen, është 2026 dhe vazhdimësia dhe 4 muajt e parë të këtij viti, është ndikimi më fantastik dhe më pozitiv në këtë ndikim. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar fare, sepse është koha dhe momenti më i mirë. Të bëj pak durim deri në dhjetor, se do bëj shumë ndryshime do ketë deri në dhjetor, por janë në favorin e saj. Të falenderoj, Jorgo. Ndërkohë kalojmë tek një tjetër mesazh që kemi marrë. Drita nga Shëngjergji na shkruan datëlindjen e saj 16 janar 64. 16. Po. 60? 64. 64. Na uron për emisionin, ju shikoj çdo ditë thot, dhe dëshiron të di një parashikim të përgjithshëm. Atëherë, ditë ejte, në lidhje me biznesin, kjo të regon që në lidhje me biznesin, me qenë se ka ndikimin e Mërkuri në shenjën e vetë, do të thot në Britsjap, se është Britsjap, por me hënën në ujor dhe Jupiteri është kur ka lindur në dash, që do të thot që duhet pasur pak vëmendje nga një shitje që mund të bëhet, ose diçka tjetër që do të rregulloj, koha që është fantastike dhe biles vazhdon në këtë drejtim, ka qenë në muajin korrik të 2025 dhe vazhdimësia që vazhdon deri në nëntor, nga fundi nëntorit të 2025, ku do jenë ndikime pozitive, por do ketë pak vëmendje në një çështje ekonomike, që duhet ose lidhje me transaksione, do të jetë pak e vëmendshme, mos të nxitohet. Dhe motoja në lidhje me bankat ose kredi është eci avash sepse nxitoj. Të falenderoj, Jorgo. Ndërkohë mirëpresim një telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Alo? Na dëgjoni? Alo, mirëmëngjes. Alo, na dëgjoni? Duhet ngritur pak zëri këtu në studio, se nuk arrim të dëgjojmë. Kam përshtypjen... Mund të na marrësh dhe njerë të lutem, se nuk ju dëgjojmë as pak. Kam përshtypjen duhet jetë ndonjë problem me celularin, se studio është okej, po vjen shumë pak ai zëri. Ndërkohë, ndërsa presim për telefonatën, Jorgo, kalojmë tek një tjetër mesazh që na shkruar. Atëherë kemi datëlindjen 18 nëntor, 87, dëshiron të di për familjen dhe ekonominë. 18 nëntor, 87, familja dhe ekonomia. Si duken për këtë djalin? Atëherë, në lidhje me ekonominë, i komunikueshëm po. Nuk i bën bish punës, po. Në lidhje me ekonominë është aty ku duhet, kërkon dhe pak kohë akoma, sepse një gabim i vogël që u bë në 2024 në lidhje me çështje pune, por kjo rikuperohet, nuk është një problem shqetësues, ti vëri veshin takimeve që mund bëj tani e tutje. 25 nëntor, që mbas 25 i futet dhe ndikimi dielli në shigjetar, ku ka një ndikim shumë të madh dhe ndihmon shumë në lidhje me çështjet që ka të bëjnë, sepse akrepët janë ndikues dhe mjaft pozitiv në ato që duan të bëjnë, dhe e nisin dhe e bëtisin. Është momenti më i mirë, më shumë tani, por me qenë se Afrodita në shigjetar që ndodhet në këtë shenjë, në hartën e tij personale, do të thotë që është e mundur në muajin e dhjetor, ku do të ndryshojnë në lidhje me punën e tyre, ose një lëvizje për një dokument ose në lidhje me jashtë diçka ndodhi, është pozitive dhe jo negative. Do të ketë pak kujdes. Në çështjet familjare nuk është diçka për tu shqetësuar, por për tu gëzuar. Të falenderoj, Jorgo. Ndërkohë kemi një djalë, Joli, na shkruan, nuk më ecën fati thot me vajzat. Dua të shikoj nëse do të
Do ta marrim në një moment të dytë të mesazhin, Jorgo, se për momentin besoj që mund të jetë një telefonat dhe mos është zonja që ishte më parë për të mos e humbur mundësinë. E mirë presim telefonatën. Alo, mirëmëngjes. Është sërish si njëjti probleme, dëgjojmë shumë pak. Ti ngrej volumin e telefonit, mëse? Po pra, nuk dëgjohet. E dëgjojmë shumë pak. Nuk dëgjohet fare në studio. Nuk dëgjohet. Është njëjti problem, base do jetë nga celulari. Ndërkohë kalojmë tek mesazhi që po lexonim, Jorgo. Joli nga Tirana nuk i ecën fati me vajzat dhe do të dinë nëse do të ketë në të ardhmen një fat të mirë për të lidhur me dikë. Datëlindja 17 mars 89. Pra nëse do ketë një mundësi për të njohur me dikë, për të lidhur me dikë apo jo. 17 mars 89. 89. Atëherë në lidhje me këtë datëlindje, unë do thosha ditë premte i lindur. Jo, se mundësit janë, por me qenë se sot është janë kohra të vështira në lidhje sepse shumë gjëra janë, shumë gjëra ka, por varet sepse sot kërkohet aq më tepër bio, por nuk gjendet, po ka edhe bio që mund të komunikojmë dhe të kuptojmë. Arsyeja është nuk mundemi që të nisësh diçka dhe ta lësh në mes. Por mundësit janë shumë të mira, sepse kjo hartë astrologjike që ndikohet shumë është shenjë e peshqeve, por në anën tjetër nuk ka vend për të shqetësuar, sepse periudha ky harë kohor është mjaft i mirë për nisma të reja, ose një lidhje, një njohje mund ta kthejnë lidhje serioze, por nuk ka vend për të shqetësuar, sepse shqetësohen me të parën, nuk diskutohet se peshqit janë intuitiv dhe janë mërziten shpejt. Kjo do kohën e vet, por gjithsesi në anën tjetër, meqense ka mundësi dhe është një rëndësi si do të japi fushës së dashurisë për të ardhmen dhe familjen e tij. Të falenderoj, Jorgo, ndërkohë mirë presim një telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, po ju dëgjoj. Dua të flas me Jorgën. Patjetër. Kënaqësi. Kam një problem për vajzën. Kam Po. shtetit dhe du të di a me dokumentat a nuk. Të lutem, mund të ngrish edhe pak zërin që të dëgjojmë më qartë? Po. Po. Datëlindja 17 korrekt. Po. 91, ora 16 vite, dhe du për dokumentat. Vësëm jetë në saj, pas. Çfarë viti? 6 e mbasditësh është ora, viti 92? 91. 91. 17. 17 korrik, 91, 6 e mbasdites, dëshiron të dish për dokumenta më the, apo? Po, për shkolletin në saj. Në rregull. 17 korrekt, 91-shi, 91-shi, ora 6 e mbasdites. ora 18. Okej. Për çfarë interesohet? Me sa dëgjova, aq sa munda të deshifroj për dokumentat dhe shëndetin e saj. Okej. Në lidhje me në shëndetin nuk shoh diçka për të shqetësuar, përveç se konsultime me mjekun është e mundur që më mirë dhe më qartë që mund ta shpjegoj mjekun në këtë drejtim. Kurse për sa i përket vazhdimësisë dhe të çështjeve dokumentacioneve që merren, nuk diskutohet sepse po të kuptojmë gaforreve, çdo gjë ju bëhet me vështirësi. Po të vëmë re të gjitha gaforret, se unë bëj një sondazh në muaj, duke parë se nga gjithë 12 zodiakale nga që kanë ardhur, domethënë çështjet, dhe del gaforja. Dhe gaforja ka shumë, edhe shumë gafore që shkruajnë. Kjo do të thotë që ka një të mirë ama, vërtet vonojnë gjërat, por nuk ka kthim pas, ose diçka që janë të sigurt që të ecin përpara. Dhe është një moment tani, mund të duket çudi, por është një periudhë pak e trazuar, nëse do flasim kështu tani, domethënë nga java e kaluar dhe deri nga fundi i kësaj jave, por për këtë datëlindje është perfekte, sepse hënë e plot e ditës së sotme që koincidon me gaforen që është guvernatori hëna te gaforja, domethënë gaforja ka guvernator ka hënën, siç kemi ne, siç kanë shigjetarë që ka Jupiterin, Marsi që ka, domethënë që është te dashi e kështu me radhë. Por ndikimet që kanë të bëjnë, momentet që ka, duhet të presi pak për çështje dokumentacioni, por do t'i arrisë qëllimit dhe një gëzim shumë i madh që do kenë familje personi fjalë, dhe kjo është diçka shumë pozitive, madje diçka perfekte në anën tjetër. Në fundit gjërat i ka në pozitivitet, nuk i ka negativitet, edhe pse ka pasur disa debate, disa problematika të ndryshme, por janë kalimtare.
Të falenderoj, Jorgo. Kënaqësi. Atëherë kemi një tjetër mesazh. Armando nga Tirana, 11 mars 21-shi. 11 mars? Kam përshtypjen që duhet të jetë një gabim këtu, se viti 21 dhe të pyesësh për punën, ka një gabim këtu. Kështu që i kërkojmë të rregulloj vitin e lindjes dhe patjetër që do t'i bëjmë një parashikim. Armela nga Tropoja, 25 nëntor, 98-a. 25 nëntor. Po. 98-a. Po. Momentalisht jam në Gjermani, por nuk po arrit të bëj dot dokumentat. Okej. Atëherë. Përfundojmë me këto, Jorgo, dhe më pas do mirëpresim një telefon. Okej. Në lidhje me shqiptarët mos të shqetësohet fare, sepse kjo koha që them unë ka ndikime dokumentacione për shtete të ndryshme. Dhe momenti që është dhe me ndihmën e një personi të ligjit mund të rregulloj dhe të fitoj në këtë drejtim. Por do t'i marri pak kohë, sepse nuk është koha e duhur, edhe sepse ka pasur shumë pengesa, ta marrim kështu, gjatë udhëtimit, rrugtimit deri tani, por nuk ka vend që të shqetësohet sepse do gjenet një rrugëzidhje, nuk është më 1990-a, nuk është më 1998 apo 2000, por kërkohet pak vëmendje dhe kujdes në dokumentacionin ose aplikimet që bëjnë. Të falenderoj, Jorgo, mirëpresim telefonatën. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Nga Tirana. Shumë kënaqësi e dashur. Ato 1968. Edhe një herë të lutem? Ndërkohë mund ta ulni pak zërin e televizorit sepse na interferon edhe nuk ju dëgjojmë mirë. 5 shtator 1968. 62. 68. 68? Po. Për çfarë interesoheni ju lutem? Për shëndetin dhe familjen. Shëndetin dhe familjen, Dhe Jorgo. dita. Ju falenderojmë. 25 gusht. Mund ta ngrini pak zërin, ju lutem, zërin tuaj kur flisni në telefon sepse vjen pak i mbytur. 25 gusht. 25 gusht 1960. 1960. Shëndeti, puna dhe familje. Shëndeti, puna dhe familja. Shumë faleminderit. Faleminderit ju e dashur. Atëherë, Datëlindja e dytë është 25 gusht. 60-a, dëshiron të di për shëndetin, punën dhe familjen. I marri me radhë. 25 gusht, 60-a. Po. 25 gusht, 60-a, shëndeti, puna, familja. Ndërsa datëlindja e parë, 5 shtator, 68-a, dëshiron të di për shëndetin dhe familjen. Po, atëherë. Pikërisht, do marrim këtë datëlindje që kemi tani. Me cilën do fillojmë me 25 gusht 60-ën. Në lidhje me çështjet e punës, lidhje me ndikimet. Kjo datëlindje duhet shikoj diçka tani të bëj një përmbledhje të çështjeve që ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën, ka të bëjnë me gjëra që kërkon tani t'i rregulloj dhe është koha mjaft e mirë sepse virgjëreshat kanë mundësinë tani dhe kanë një as nën mëng për të rregulluar çështjet e familjes, të punës dhe gjërave të tjera ekonomike. Por lidhje me ndikimet që kanë bëjnë, por koha më e mirë është pikërisht tani deri në 25 dhjetor, ku është momenti. Por gjithsesi, shenjat e virgjëreshës për këtë vit, mbylljen e këtij viti është mjaft pozitive dhe jo negative. Për sa i përket datëlindjes tjetër, e 5 shtatorit 68-ës, këtu mund themi si virgjëresh që është, mërzitet e hedh gunën para në shiu. I paraprin diçkaje, por është mirë që më shumë marrin për shqetësime. Kjo datëlindje nuk është se ka probleme të mëdha, por çfarë do bëhet më tej. Përsa përket stabilizimit është puna, por unë them që nuk ka vend për të shqetësuar fare, sepse të shenjës e virgjëreshës gjithmonë kanë atë mendimin e tyre që mbrohen më tepër se ç'duhet, që nuk kanë diçka për të shqetësuar në ekonomi. Edhe pse kanë pasur disa problematika të vogla në çështje ekonomike, por këto kanë mbaruar në 2023 dhe tani e tutje, gjëra që do të stabilizohen dhe çështje pune më tepër, është momenti për të rregulluar, stabilizuar gjërat që dëshiron.
Faleminderit. Mirë prisim një telefonat në studio. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Respekte. Nga na telefononi dhe me kë flasim? Nga Shkodra. Ju Shumë uroj kënaqësi. emision shumë të marë. Faleminderit. Dhe na kënaqni për çdo mëngjes. Edhe përshëndetje shumë të veçantë për zotin Jorgo, sa është i saktë kur ja vë pikën një ai se lotopi. Falenderoj pa mas Faleminderit. për vlerësimin. Unë jam me ditëlinjës 18 korrik, Po, 18 korrik, po, 1962. 62, Pa. Në Shkodër dihet, po orën e lindjes nuk e di. S'ka problem. Desha të di, kam një biznes vogël, e kam hapur ka herë, po si do të më shkojnë këto 2 muajt e festave me lekun, do kemi. Kur e kanë ha biznesi, me si themi këtu? Ka 5-6 vjetë, do më thënë. ka diku te 5-6 Po. vite që e E ka. ky vit i fundit është që i vështirë, nese. Dëshiron të di se si do jetë leku në këtë periudhën e festave. Okej. Duke qenë se Dhe bizneset. kur, pluten, dhe Patjetër. kur mund, pluten, më fali minut? Po, po dëgjoj. Zoj, edhe kur do me bëhet marë të bëj një rrugë për te oqeanit, se s'po më bëhet marë. Amerika. Se dokumentat i kam, po s'po më bëhet marë me shku. Patjetër, do të Rregull. bëj Jorgo. Dëgjoni parashikimin. Faleminderit, dhe ju Faleminderit prish shumë. marë. Respekt dhe për ju. Datat e sakta i kemi. Atëherë, ta shikojmë edhe një herë. 18 korrik, 62. Biznesi dhe rruga për te oqeanit. Në lidhje me biznesin, në një ndryshim i vogël që është bërë në 2024 në muajin maj, ka filluar që një rritje të avasht, por të sigurt. Edhe ja them me bindje të plot, që në lidhje me biznesin mos të shqetësohet fare, sepse njerëzit që punojnë dhe me të drejtën e tyre nuk ka shanse, mund të rrëshkasin, por nuk bien. Kjo do të thotë që mundësia që është tani, është një mundësi mjaft e mirë dhe nuk ka vend për të shqetësuar, sidomos nuk është çështje festash nga ndonjëherë, se vjen momenti që thonë, po festa ka do ketë lek. Rësia është që të jetë një standard, një stabilizim që ndash festa, ndash ditë që jetë për ditëshmërinë tonë, të kemi një stabilizim është aja dhe shëja. Në rastin konkret, edhe pse ka pas ulje dhe ngritje, por është diçka shumë pozitive në ndikimin më të madh, sepse 2025 nuk ka qenë një vit i vështirë në fakt për këtë datën, sepse gaforja është mjaft pozitive, di çfarë bën, di ku do të shkojë. Dhe në këtë nuk ka vend për të shqetësuar fare dhe garantojmë 100% që është mirë. Dhe kënaqësia do jetë viti 2026 për gaforet, që do ketë pikërisht kjo gafore, kur është në 1003 që lidhet shumë me punën, e lidhet shumë me familjen, kanë atë autoritetin, kanë kënaqësinë e familjes, edhe din shumë mirë, pra nuk humbet leku tek gaforia. Janë pak shumë të kujtesshëm në shpenzime, por janë shumë të lumtur në çështjet familjare dhe ato që duan e kanë. Në anën tjetër, në lidhje me udhëtimet, se thot nuk po më ecën udhëtimet, se janë 3 raste që kanë ndodhur dhe nuk e ka arrit qëllimin. Mirë po, unë do të thosha që mendoj që në maj të 2026 ka një shans shumë të madh dhe i të kënaqësi që për te oqean të marri telefon dhe thotë Jorgo, e Adelina, unë jam filan vend tani dhe kam ikur. Mund të jetë më përpara, por të bëhet pregatitet, në maj tjetër. Të filloj t'i bëj gati valizën. Po, se në muajin maj ka është surprizë, por nuk duhet të them surprizë, nuk i them unë. Mos i trego surprizat, më vjetet një surprizë patjetër. Po. Mirë prisim një telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Jam Olga. Doja të pyesja 24 i stati. 24 i shtati. 24 i stati, 66. Do doja në përgjithësi dhe jam e lefer, jam e lirë. Mund më thot diçka Jorgo se nesër udhtoj? Atëherë, 24 i shtati, 66, një parashikim në përgjithësi dhe nesër është për udhtim, çfarë do t'i themi? Të falenderoj me dashur. E marrim nga fundit. Udhëtim. Rrugë të mbar dhe kënaqësi dhe sa më shpejt arrish në destinacion. Nuk ka vend për të shqetësuar fare njerë, sepse mirë bën që e pyet, sepse po të shikoni tani rrjetet sociale, gjithë kjo do përmbyset kjo, do bëhet kjo, mos bëni këtë, mos bën atë. Unë ta e kam thënë, mos ta themi 100.000 herë, se nuk ka lidhje, dikton, por nuk ndërhyn.
nuk ndërhyjnë Marsi, nuk ndërhyjnë planetet, të diktojnë. Thjesht, në rastin konkret, vetëm që mundet, sepse jemi njerëz me gjitha, të ketë pak vonesa. Edhe me që s'ka pak vonesa, shkoj që niset që më përpara. Më përpara, e ka rrugtimin e orarin në aeroport që duhet jetë në orën 7 të mëngjesit, let niset në orën 6, nuk u bëj kiameti për 1 orë. Po dhe në fiks do ketë vonesa. Mund ketë vonesa dhe tjetë në atë orë 6, po të vonohet dhe në aeroplan që të vi. Pra, por nga ana e personit në fjalë nuk ka vend për të shqetësuar. Fare. Dhe uroj rrugë të mbarë. Përsa i përket tani, në lidhje me ekonominë, lidhje me punë, lidhje me këto. Që të shqetësohet Luani, do të thotë, do përmbyset bota. Pra, Luani, nga vetë si person, ka vetë kuptimin se jeton 1, kuptimin se çfarë do të bëj 2. Pra, është me këmbë tokë. Nëse flasim në anën tjetër që disa çështje pune mund t'i zgjidhi nëpërmjet personave të rëndësishëm, sepse ka një person shumë të rëndësishëm që do ta ndihmojë në lidhje me punët, do vinë një moment që sa ka vuajtur do t'i kthehet në gëzim. Ka të bëjë me paran, ka të bëjë me stabilizimin ekonomiku dhe me familjen e gjërat e tjera që ka vend. Nuk ka vend për të shqetësuar fare. Të falenderoj, Jorgo. Mirëpresim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Respekte. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Kam besën time, e ka emrin Ada, edhe do për fat. Patjetër e dashur. Mund të na ndihmosh me të dhënat? Po, me 15 i 2 89. 89. 15 i 2 89. Patjetër, e kemi, është saktë, e morë. 15 i 2 89, dëshiron të di për fatin. Orën e lindjes, e kemi si informacion? Orën e lindjes e kam bazite, në orën 5:30, se neve abiri atere nga ka ardhë në orën 6:05, aty poshtë. 5:30 atere. 5:30 atere. Në orën 5:30 besoj, 5:30, 5:20, nuk e di, po mbas dite ka lindur. Për çfarë interesohesh? Për fatin. Okej, dëgjoni parashikimin. Si duket fati i Adës? Çfarë do t'i themi Adës? Adës mund t'i themi. Ndriçon si dielli sepse ka ndikime, favorizime dhe në rasti konkret ka diçka shumë të madhe në lidhje me anën e ekonomisë të anës shpirtërore. Të anës shpirtërore, me qenë se unë shikoj që gjithmonë, po ta kuptosh me ujorët kanë mënyrën të shprehurit. Mirë po, ajo që shpreh, me atë që shikon, është pak ka diferencë. Është më mirë të kuptoj për çfarë, se sa të realizoj gabimisht. Çfarë ndodh? Ujorët shojnë në sy. Nëse të kuptojnë se njerëzit me gabojmë, por në anën tjetër janë shumë të pastër dhe të ndërgjegjshëm. Lumë ata që lidhen me ujor dhe mirë ata që nuk e dinë vlerën. Ujori nuk bën shumë gjëra, po ata që bën ditë i bëj mirë. Dhe në anën shpirtërore, llokumet kemi për t'i marrë këto herë. Ta garantojmë, do na bjerë kutin siç është. Sepse nëse flasim edhe shëndojeni këtë datë në vazhdimsi, nga data 23 nëntor deri në datën 4 janar është një harë kohor ku duket në pasqyrë, duket lart, por është gradualisht do zmadhohet. Nuk ka nevojë për lupë, sa ka nevojë në natyrën që do vinë gjërat, dhe është diçka shumë e madhe dhe tepër pozitive. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar në këtë aspekt. Shumë faleminderit Jorgo për këto lajme kaq të bukura që ndan gjithmonë me publikun dhe ndërkohë mirëpresim një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Flas me Dhurata Norja nga Shjaku, e desha për djalin, 16 shtator. Patjetër e dashur, 16 shtator. 1994. 94. Për fatin, për jetën, për gjithçka. Për fatin dhe një parashikim të përgjithshëm. Po për punën, për shëndetin, se s'ka qenë. Patjetër. Ju falenderoj. Ora lindjes ka qenë mbasdite nga ora 3. Mbasdite, ora 3 mbasdites. Okej, 15 po. Gjërë parashikimin. Faleminderit. Atëre.
ky djalë tregon, besoj jemi datën 16 shtator 94 ora 15. Po. Në rregull. Jemi shumë saktë në këto. Duhet të jemi të saktë, nuk ka problem si e them edhe një herë. Atëherë, lindur ditë premte. Në kohën që ka lindur ky fëmijë, ky djali, ka fletur ju mamaja. Arsyeja kur e ka nisur, sepse ky është në ndikim shumë të mirë dhe merr shumë nga mamaja. Dhe do të thotë, mundësinë dhe rëndësinë që i jep jetës, ka marrë nga mamaja dhe ka marrë forcën dhe nevrikllokun e babait. Meqense kërkon një punë, nuk e diskutoj që në lidhje me punën e ka mundësinë, nuk ka vend për të shqetësuar, por edhe ndryshimet që do të kenë tani atutje, ndryshimet më të mëdha do t'i ketë në vitin 2026, sepse kjo periudhë është ndryshe dhe është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv për stabilizimin e ekonomisë dhe gjëra të tjera, nuk ka vend për të shqetësuar fare, janë në lidhje me fatin, ta garantoj 1.000.000% për këtë, sepse është koha tani, por do të sigurohet që të vazhdojë. Se virgjeshat të këte kanë. Gjithmonë virgjeshat, po themi nga ndonjëherë aromat e mira janë shishet vogla, si nga djalë, si nga vajzat, po ka një mundësi shumë të mirë, sepse shikojnë, verifikojnë, vendosin, janë disa etapa që do të bëjnë. Nuk janë merë edhe lërë këte dilandej. Kështu që ka diçka shumë mirë për këta dhe është koha më pozitive. Me lajme pozitive edhe për djalin, ndërkohë një tjetër mesazh, të bëjmë një balancim se kështu kemi thënë. Kjo është kënaqësi edhe për mesazhe sepse patjetër. Një njerëzit telefonatat mos rrinë në linjë, por patjetër. Vera nga Tirana, 19/6, 66. Atëherë, Vera 19/6, 66, po. Një parashikim në përgjithësi. Okej. 66. Atëherë. Vera nga Tirana, atëherë kemi dhe themi në lidhje me punën në përgjithësi. Kemi dhe themi, meqense binjakët, me hënën në gafore, në lidhje me familjen, perfekt, në lidhje me punën, sa do kësaj datëlindje, sa do mund t'i binë më qafë, më thonjë, por jenë belan ata. Sepse kjo datëlindje nuk ka shanse në një punë që marrin për sipër, këta dalin pension. Kur nuk bëjnë atë, do më thanë, që hajde ma i punë tjetër. Është e drejt përse drejt në lidhje me punën, mundësit që janë shumë pozitive në vazhdimësi. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar edhe pse në anën ekonomike, as ka zmarohet, e kanë një gjë të tillë këta, por kanë qiltërsinë dhe ndikimin pozitiv me zemër të pastër dhe punën e tyre që ata dinë bëjnë. Të falenderoj Jorgo, mirëpresim një telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Respekte. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Përshëndetje, Rogo. Datëlindja, do jam interesuar për çunin. Datëlindja 20 gusht 1984. 20 gusht? 84? 20 gusht 84? Për çfarë interesoheni ju lutem? Përshëndetin. Po. Për punën. Po. Përshëndetin, për punën dhe për dokumenta për jashtë. Atëherë shëndeti, puna dhe dokumentat për ku jashtë? Në Gjermani, në Francë, ku? Greqi. Në Greqi. Okej. Atëherë, datëlindja tha 20 gusht 94. 84. Ka lindur ditën e hënë, ora 8. Okej. Ora 8 e mëngjesit apo e darkës? E mëngjesit, 8 e mëngjesit, ditë e hënë. Të falenderoj. Jorgo, i kemi të dhënat? Po. Atëherë. Shëndeti, puna dhe dokumentat për në Greqi. Në lidhje me shëndet nuk ka pse të shqetësohet fare njerë, sepse vizitat mund bëhen sa të duan, po. Shiko që ndodh tani. Mund këtë pas në një problem ose në një diçka në lidhje me çështje dokumentacioni, por tani është koha më ideale, më perfektja që qenë ndonjëherë, edhe pse ka pasur fëmija çështje të mëdha që me vështirësi, por është koha tani kur ka lindur, ndikimet që kanë pasur, domethënë ka qenë Mërkuri në retrograd, ka qenë Jupiteri në retrograd, ka qenë Neptuni nuk hyn punë të kuptojmë diçka. Këto planete janë sot në retrograd. Dhe kjo ndikon kaq shumë që të mbyllin çështjet e së shkuarës. Dhe çështjet mos të lodhen më në për dokumentacione.
pikërisht në këtë moment, edhe pse ka ndryshuar vend, nuk e di, po në atë shtet, por mundësit janë të mëdha. Se këtu lozë dhe rolin me çështjet e ligjit, personat të ndryshëm, ka të bëjnë shumë në këto gjëra, por gjithsesi, kjo datlindje ka për të marrë dokumentat, edhe ka për të stabilizuar më mirë se që e merr mendja. Nuk ka vend për të qetësuar fare, se anë ekonomike as ka asmerohet kjo datlindje që se janë din çfarë bëjnë, din ku shkojnë, kështu që. Edhe puna çdo gjë ishte Nuk ka vend për të qetësuar, edhe pse do ndryshoj në lidhje me punën, do të kenë ndikim, por është pozitive, se ja ka dalë, edhe pse me vështirësi që ka pasur. Të falenderoj Jorgo dhe... Luan, themi Luan. Po, patjetër. Ndërkohë sërish të erdhëm drejt fundit, unë i falenderoj të gjithë ju që na jeni bashkuar përmes telefonatave apo mesazheve në inbox. Është gjithmonë shumë kënaqësi të jemi këtu çdo mëngjes me ju për të ndarë parashikimet dhe për të lexuar hartën astrologjike të personalizuar për secilin prej jush. Jorgo, çfarë do të Është kënaqësi që neve është për ata shumë pak dhe për neve akoma më pak, sepse njerëzit duan dhe kërkojnë në fushën astrologjike dhe kjo është kënaqësia që neve vlerësohemi dhe unë uroj mbarësi, por ditën e sotme pak më tepër kujdes në timonin edhe në çështjet që ata kanë. Nuk ndodh gjë, po të jemi me këmbë tokë vetëm për këtë, nuk bën gabim ose problem nëse kanë pak më tepër kujdes. Rishikojmë nesër. Një ditë të mbar nga unë dhe Jorgo, shikojmë nesër sërish në Fati Ynë.